Përshëndetje, paqja qoftë mbi ju. Siç e dini, kohët e fundit ka dalë një libër që na ka lavdruar shumë ne muslimanët, në thonjza. Më saktë na ka lavdruar është ai që na do është Allahu dhe jo njeriu. Kështu që njeriu thjesht përpiqet të gjejë vendin e vet në këtë botë, tek tuk, duke u përpjekur për të vënë në qendër të vëmendjes. Dhe sigurisht nuk do mungonte një libër i tillë nga një islamofob i hapur, i deklaruar më përpara, sigurisht, si Ben Blushi, si Zoti Ben Blushi. Nuk dua t'i heq atë respektin, pavarësisht se ai i hoqi respektin pjesës më të madhe të muslimanëve, duke na ndarë në musliman, duke i ndarë muslimanët në musliman dhe islamik. Me thënë, krijoi diçka të re zotëria, por që më tepër për ata që janë kureshtar të dinë çka e libër, unë nuk